Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Jam këtu sërish me ju për të ndarë historinë e radhës. Këtë herë në redaksin time kam bëritur një histori shumë e dhimbshme. Një histori shumë e ndjerë dhe në shumicën e rasteve edhe pabesueshme. Unë vendosa që ta ndaj këtë letër me ju për shumë arsye. Për mrekullitë që di të bëj Zoti, për dashurinë që ditë na e dhuroj Zoti dhe për mirësinë që Zoti ne na e dhuron edhe kur ne mendojmë se jemi në ditët më të rënda tonat. Ka gjëra që nuk tregohen lehtë, ka plagë që nuk shërohen as me kohën, as me fjalët. Por unë sot dua të flas, dua të tregoj historinë time, jo për të më shiruar dikë, por që ta kuptoj njerëzit se çdo buzëqeshje e sotme është përballë një lufte të heshtur që unë e kam përjetuar me gjithë qenien time. Kam lindur në një shtëpi të varfër, në një fshat të vogël të Mirditës. Që fëmijë më ka munguar shumë çka. Një palë këpucë të reja, një fustan që nuk ishte përdorur më parë, një copë bukë që nuk ndahej me pjesë tjetër. Por ajo që nuk më mungoi kur ishte dashuria për familjen time, për nënën time që qante fshehur azi çdo natë. Për baban që dilte në përmale për të mbledhur dru, për motrat dhe vëllezërit që më thërisnin ylli shtëpisë. Dhe ndoshta nga kjo dashuri, më lindi forca për të bërë sakrificën më të madhe që mund të bëja si një njeri. Kur isha vetëm 22 vjeç, nëna ime u sëmur rënd. Baba ishte pa punë, e motrat e mia prisnin të hanin. Shtëpia jonë nuk ishte më as ngrohje, as shpresë. Ishte atëherë që vendosa të bëja diçka që ende më dridhet trupi kur e kujtoj. Shita veshkën time. Po, e dhash një pjesë nga vetja për të mbajtur gjallë ata që dua. Isha vetëm në një shtet të huaj, në një spital të huaj, në thikën e një kirurgu që më pa me mëshirë dhe më tha: "Je shumë e re për këtë." Por unë isha thjesht e re. Nuk isha e vogël. Isha një bimë mirditore që po i bënte ballë jetës me trupin e saj si garanci. Lekët që fitova i çova të gjitha në shtëpi. Shëruam nënën, hëngrëm, paguam borxhet dhe jetuam. Por kostoja ishte e madhe. Shëndetimi u përkeqësua me kohën. Dhimbjet nuk ndalnin. Nganjëherë nuk ndalja dot as frymëmarrjen pa ndjerë një therrje në shpirt dhe trup. Por nuk u dorëzova. Zoti më pa nga lart. Në një rrugë të jetës, krejt papritur njoha një djalë shqiptar që jetonte në SBA. Ishte njeriu që më pa për atë që isha, një grua e lodhur nga jeta, por e palodhur në shpirt. Më deshi, më respektoi, më ngriti lart, kur vetë nuk arria më të ngriesha. U martuam pas 5 vitesh. Sot jetoj në SBA. Kam një burr që më adhuron dhe një jetë që nuk e besoja kur se do ta përjetoja. Por historia ime nuk mbaron këtu. Këtë javë do të hyj përsëri në sallën e operacionit. Mjekët kanë gjetur një donator që unë do të marr një veshk të re. Jam e friksuar, sigurisht. Çdo operacion ka rrezik, por zemra ime është e qetë. Zoti më ka sjell deri këtu, dhe ai do të më udhëheq edhe më tej. Kam një mesazh për të gjitha ato vajza që e ndjen veten të humbura. Mos i lini kurrë rrethanat t'ju mbysin. Nuk jam ajo vajza që qante në një cep të shtëpisë së ftohtë në Mirdit. Jam Adelina, një grua që nuk u dorëzua kurrë. Kam luftuar, kam dhënë, kam humbur, por kam fituar gjithmonë dinjitetin dhe forcën. Jeta më mësoi të jem grua nën pa lindur ende, mbrojtëse e gjithçka ajo që dua. Mos i lini kur rrethanat ju bëjnë të ndiheni më pak se sa jeni. Sakrificat tuaja nuk janë të kota.
Një ditë Zoti do t'ju dërgoj atë që keni pritur, mos u dorëzoni. Dhe për ata që më gjykuan, që folën pas shpine që qeshën kur unë qaja, sot jam ende këtu, dhe buzëqeshja ime sot është më e fortë se çdo fjalë e hidhur. Unë humba besimin se jeta ime do të bëhej e bukur. Por fatmirësisht Zoti në jetë më solli një bashkëshort, më solli një vjerë që gjithmonë ditit më bëj të lumtur e të gëzuar. Dhe sot unë jam më e lumtur se kur. Jam më e përmbushur se kur, më e plotësuar se kur, ndoshta si asnjëherë më parë. Sot unë jetoj, sot unë frymoj, sot unë gëzoj, dhe sot unë, për të gjithë për t'i bërë të lumtur, këtë nisëm do të kem. Faleminderit shumë për dashurinë e madhe që më dhat. Faleminderit Zotit që më bekoi në jetën time, ashtu siç unë sakrifikova për familjen time. E pra të dashur ndjekës të mi, ju e dëgjuat, bëhet fjalë për një histori shumë të dhimbshme. Është Adelina nga Mirdita, e cila fatkeqësisht ka shitur më deri në veshkën e saj për të siguruar një të ardhme për familjen. Kanë jetuar në varfëri të tmerrshme, kanë ruajtur gjithmonë dinjitetin, moralin. Unë pata fatin të flas në telefon se në fakt historia më dukeshte e pabesueshme, dhe kur kemi shkëmbyer një bisedë që të dy, Adelina më pati thënë që më beso Tiran se në fund të ditës njeriu i vërtet, njeriu i sinqert, njeriu i mrekullueshëm fiton. Fiton sikur asnjëherë, dhe në këtë rast Adelina fitoi sepse kishte besimin te Zoti. Familja e saj ishin krejtësisht kundër që ajo ta bënte këtë vendimin, por me ndihmën e një shoqes së saj Adelina iku në Itali, aty ku bëri edhe një herë pikëspari transplantin, dhe më pas, domethënë sot, në fakt ajo do të bëj transplantin kryesor të veshkës së saj. Ajo deshte të lërë një letër falënderimi për Zotin, që i solli këtë fat të mirë, dhe për të gjithë familjen që ditën ta mbështesin në ditët më të vështira të jetës së saj. Unë e them që gocat sakrifikojnë shumë për familjen, gocat sakrifikojnë shumë për baballarët e tyre. Këtë vepër që ka bërë Adelina tregon që njeriu kur e ka zemrën e madhe dhe kur e ka guximin ditë bëj vepra unike. Unë uroj që ajo të del mirë nga ky operim, ajo dëshiron që ne të lutemi shumë për të, dhe do doja ta shpërndani sa më shumë këtë histori, që lutja që ne do bëjmë për Adelinën të shkon sa më shumë në vesh të Zotit, edhe të gjithë shqiptarët të kenë një lloj dëshire të madhe që Adelina të shpëton, dhe unë do të sjell përsëri tek ju se si do të shkojë jeta e Adelinës në vazhdim, si do të jetë shëndeti i saj. Bashkëshorti i Adelinës nuk e paragjykoi kurrë për atë që kishte bërë, por gjithmonë e mbështeti, gjithmonë i qëndroi pranë për të dhuruar momente të bukura. Ne kemi çuna të mrekullueshëm, ne kemi çuna fantastik, ne kemi çuna të me zemër aq të madhe, sa që din të bëjnë vepra kaq të bukura dhe din të japin energji, pozitivitet dhe dashuri tek njerëzit që ato i duan. Do të thënë kemi njerëz që din vërtet na rrethojnë. Unë dua ta përshëndes familjen e Adelinës dhe dua t'ju them qëndroni të fortë, sepse ashtu siç Zoti ka ndihmuar Adelinën në operimin e parë, do të ndihmoj edhe në këtë operim. Për këtë gjë më besoni.